Në qoftë se je 25 deri në 30 vjeç dhe mendon se ke mbetur pas në jetë, dëgjoj këtë. Në 30 vjeç vendosa të transferohem në Itali, pasi jeta që bëja në Shqipëri nuk më përmbushte më. Pa çka se kam studiuar gjithë jetën time këngën, të merresha me zërin, arrita disa gjëra që unë i kisha ëndër. Erdhi një moment që kjo nuk më përmbushte më. Është emocionuese, më mungon shumë të këndoj edhe këtu ku jam, duke qenë se jetën time e kisha lidhur me çdo ditë disiplinë absolute për të marrë me zërin. Erdhi një moment që thash, ok, stop. Duke qenë që jam edhe vetë nga natyra pak kështu romantik, filmash, gjithmonë më ka frymëzuar filmi Mamma Mia, 1 dhe 2. E kam thënë në një video më parë që filmi Under the Toscan Sun ishte ai që vendosa në mendjen time, që e manifestoja që unë duhet të transferohem në Itali. Edhe thash, ok, në moshën 30 vjeç, unë do lë gjithçka që kam bërë në Shqipëri, edhe do iki të transferohem në Itali. Ajo që nuk më përgatiti askush është që nuk është si në filma. Nuk është si në filma, ka shumë vështirësi, por nëse e do diçka shumë, e gjen lumturinë edhe në gjëra të vogla kështu, në natyrë, në qyteza të vockla, edhe ja, krijon jetën tënde nga fillimi. Gjëja kryesore që më mungonte në Tiranë ishte stabiliteti. Stabiliteti ekonomik, stabiliteti i një pune, që të isha i sigurt nga një punë, që çfarëdo që të ndodhte, unë do kisha një punë, edhe do kisha një kontratë, do kisha mundësi të bleja një makinë, do kisha mundësi të bleja një shtëpi. Ishin shumë gjëra ekzistenciale, të domosdoshme për të jetuar me dinjitet, që Shqipëria nuk mi ofronte. Më ofroi shumë gjëra nga ana profesionale, por gjën më bazike nuk më ofroi. Punoja gjithë vitin, gjatë verës punoja në sezon 12 orash, që të mblidhja lek, të bëja projektet e mia artistike në dimër, por kjo kur bëhet vazhdimisht dhe shumë vite, të lodh, të sfilit. Dhe kështu vendosa të vi në Itali. Italia të jep shumë mundësi, nëse je me fat të gjesh një punë me kontratë të përhershme, nga ajo punë ti mund të përfitosh, të kesh kredin tënde personale që mund të blesh një shtëpi. Nga ajo punë mund të kesh kredin tënde personale që të blesh një makinë, sepse në fund je i sigurt, ke shpatullat e sigurta nga kontrata e punës dhe mund ta pagua se do jesh vazhdimisht në punë. Nga puna nuk të heqin dot kur je me kontratë të përhershme. Kështu që ti, nëse je i aftë edhe do atë punë që do bësh, do jesh tek ajo punë derisa të dalësh në pension ose derisa të falimentoj. Të falimentoj biznesi, larg qoftë. Kështu që janë disa gjëra që në Shqipëri i bën, që në Itali është e pamundur t'i prekësh, siç janë televizionet, siç janë pjesa artistike, por jetesa për gjërat bazike më të nevojshme që të jetojë njeriu me dinjitet nuk janë. Tirana është e bukur, Tirana është fantastike në kaosin e vet, por nuk të ofron asgjë. Ti në Tiranë punon për 750.000 lek ose 800.000 lek dhe paguan qeran 550 që të jetosh në një shtëpi shumë të bukur. Në Itali paguan qeran 500 euro, jeton shumë bukur në shtëpi shumë të bukur, por me rogën 1600. Jeton mirë, ke pushime, ke festa, ke të shtunë diel pushim, ke rogë të 13, ke bonuse. Janë gjërat që në Shqipëri nuk të ofrohen. Pra, nëse mendon se në 25 deri në 30 mendon se je shumë pas me jetën tënde, ke kohë të shkosh të gjesh paqen tënde dhe stabilitetin që ti të mungon në vendin tënd.